Rruga për në shtëpi mbeti në gjysmë. Të mërkurën Irfati Drizi nga Zhegra Gjelanit u detyrua të kthehet mbrapa, pasi për shkak të ujit të grumbulluar, rruga ishte e pakalueshme me veturë. Ati ju desh që për të mbërritur në shtëpi të marrë rrugë dytësore më të largët. Për një punë shumë të vogël, edhe shumë është një punë që me pak me rregullu që mos më na orë puna mos sjell gjitha unë, të cilë arnes, cilë këne. Për këtë situatë Drizi fojnë për jale pushtetit lokal. Nuk ka koment kjo është në mjerim se si janë këta udhëhecat e tanë dhe çka menojnë. Edhe qysh e shohin. Ankesat e ngjashme pati edhe një mërgjimtar që erdhi nga Gjermania për pushime në Kosovë. Pronja më ardhë mërami që shtë bërë këtë rrugë e kom pas hala ma shtirë se ka pas shumë, veç autobusin e pas kalaj, shtirë. Por nga komuna Gjilanit thonë se ekipet janë duke bërë pastrimin e rrugëve nga hëna. Kompania ka dalë kontraktori, me njerë në vendin e ngjarjes dje, ka bërë pastrimin e rrugës kryesore, që lidh Zhegrin deri në kufi atje nalt me Maqedoninë, ndërsa sot e ka pastruar gjithashtu edhe rrugën kryesore që lidh fshatin Selisht. Rreshtet e fundit të shiut kanë shkaktuar dëme edhe në disa ura të improvisuara në këtë zonë. Gjendja me rënduar paraqitet në fshatin Bigjat, ku si pasojë e nivelit të lartë të ujit, ura është dëmtuar duke vështirësuar lëvizjen e banorëve.